Prindrit e pikëlluar fshehin kamerën në Vareza për zbuluar vizitorin e tyre të padëshiruar. Humbja e një fëmije është maktimi i keq i çdo prindi dhe nëse dikush e di këtë, janë Jacob dhe Tashana Armstrong. Sikur humbja të mos ishte mjaft e keqe, dikush dukej se po i talte. Vetëm sa ata nuk e kuptuan derisa çifti vizitoi varin e djalit të tyre në Vareza. Jacob dhe Tashana imagjinuan se do të shihnin fëmijën e tyre të rritej në njeriun e pabesueshëm që ai ishte i destinuar të bëjë. Por kjo nuk ndodhi. Gjatë procesit të lindjes, vogëlushi humbi jetën, por ky ishte vetëm fillimi i zemërimit të prindërve të tij. Jeta është e bukur, por ndonjëherë mund të jetë vërtet e vështirë. Gjëra të këqija ndodhin dhe kjo është diçka që Armstrongs sapo e kishin mësuar. Përballja me humbjen e fëmijës së tyre ishte padëshirueshme në fillim, por ata ende kishin njëri tjetrin për të kaluar një nga gjërat më të këqija që duhet të bënin, të varrosnin djalin e tyre. Edhe pse humbja e një fëmije gjatë lindjes është e rrallë, komplikimet mund të ndodhin pa paralajmërim. Fatkeqësisht për Armstrongs, kjo u ndodhi atyre. Humbja e dikujt është gjithmonë e vështirë, dhe humbja e një fëmije është edhe më e vështirë. Armstrongs nuk e besuan kurrë se kjo ishte një përvojë që do të duhej të kalonin. Duke pasur tashmë dy fëmijë të bukur dhe të shëndetshëm, ata së shpejti do zbulonin se kjo humbje do t'i afronte